Në fakt është për të ardhur keq se si Parlamenti i Shqipërisë tashmë është kthyer në një mburoj politike për zvendës kryeministren, por jo vetëm, me ligjin e ri dhe ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale të propozuar tashmë nga kryeministri Rama, i cili në fakt kërkon të bunkerizoj juridikisht dhe të mbroj veten e tij nga çdo lloj hetimi apo procedimi penal, në një kohë kur kjo majorancë, të mos harrojmë që për qytetarët vendos burg për parkim dysh, vendos burg për çdo që nuk paguan dot energjinë elektrike, por nga ana tjetër, mesazhi që jep me propozimet ligjore që ka sjellë në parlament është që vjedhja, grabitja ndaj qytetarëve shqiptar mund të vazhdojë, sepse do të krijohet një mburoj politike e cila në fakt jo vetëm cënon reformën në drejtësi, por gjithashtu procesin e integrimit evropian të vendit.